Aktivitetin për ditën botërore të ligatinave në Shkodër e kanë marrë përsipër ta zhvillojnë Këshilli Vendor Rinor dhe organizata Fryma e Natyrës në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit Luiz Gurakuqi. Përveç studentëve ishin të pranishëm edhe nxënës nga gjimnazet e Shkodrës. Kemi lumin Buna si zonë Ramsar, kemi gjithashtu edhe liçenin e Shkodrës që po futen në UNESCO. Pra janë disa ngjarje që shënojnë një kthesë të madhe për sa i përket qytetit Shkodrës, duke qenë se po promovohen në rangje ndërkombëtare. Prandaj e pam edhe të arsyeshme që si Këshilli Vendor Rinor dhe si një fakultet i shkencave natyrës që jemi pikërisht për sa i përket pjesës së ujrave, për sa i përket pjesës së mbrojtjes së ekosistemeve, ta realizojmë një aktivitet të tillë. Gjithashtu duhet me kanë falenderues për gjimnazet, cilat tregon gatishmëri për me ardh, për shkak se jo pa qëllim është vendosur që të vinë gjimnazet, sepse janë brezi i ardhshëm i studentëve dhe brezi i ardhshëm të cilët do të trashëgojnë vendin tonë. Vlera më e madhe shtohet kur sot ka një kërkesë dhe si të thuash një impenjim edhe nga të rinjt për të marrë iniciativa jo vetëm për njohjen, promovimin e vlerave, por edhe për studimin e tyre. Ne vim në këtë ditë botërore, ndoshta edhe me një krenari lokale dhe kombëtare, sepse paraqitja e dosjes pranë UNESCO-s që liçeni i Shkodrës të nominohet pasuri UNESCO, tashmë ka përfunduar, dosja ka shkuar nga pala shqiptare në nëntor pranë zyrave të UNESCO-s dhe ka një pritje me padurim, domethënë që ajo të pranohet. Ndërsa zëvendës rektoria e këtij universiteti, Blerta Dragusha, pasi theksoi rëndësinë që ka bashkëpunimi i studentëve me gjimnazistët, nënvizoi se tema të tilla të rëndësishme si ajo e ligatinave janë prioritet në punën kërkimore shkencore. Një ndër shtyllat më të rëndësishme të punës së Universitetit të Shkodrës është pjesa kërkimore shkencore. Tashmë kërkimi shkencor nuk ka shmat themi pronë e stafit akademik, por është një pjesë shumë e rëndësishme edhe studentëve, kryesisht studentëve në nivel master dhe në nivel doktoratur, ku Universiteti i Shkodrës aktualisht ka 2 doktoratura. Liçeni i Shkodrës, Lumi Buna dhe Velipoja janë 3 zonat kryesore të Shkodrës shumë të pasura me ligatina. Specialistët e mjedisit, siç u theksua në këtë takim, kërkojnë që të tregohet kujdes i vazhdueshëm për ruajtjen e tyre, pasi janë të pazëvendësueshme për ekosistemin dhe zhvillimin e turizmit.